Një aksident i rënd ka ndodhur paraditën e sotme në Unazën e Lushnjës, ku përfshi një automjet dhe një motor. Mjeti i furgon Fiat ka dalë nga një biznes dhe ka tentuar të kalojë në anën tjetër të rrugës, një veprim kundravajtje, por në atë moment është përplasur me një motociklet. Përplasja ka qenë shumë e fortë dhe drejtuesi i motocikletës, shtetasi Marius Doksani, 33 vjeç, nga fshati Qamic Berat, është përcjell me urgjencë nga ambulanca në Spitalin e Lushnjës në gjendje të rëndë. Doksani është nisur për një trajtim më të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë, pasi gjendja e tij u stabilizua nga mjekët e Lushnjës dhe ai mund të udhëtonte. Policia po kryen dokumentimin e ngjarjes, ndërsa u krijua dhe trafik i rënduar për shkak të qarkullimit të shtuar rrugor. Fatmirësisht, drejtuesi i motocikletës kishte vendosur kaskën mbrojtëse, pasi në të kundërt dyshohej se përplasja mund të ishte fatale. Unaza e Lushnjës, e rikonstruktuar vetëm 2 vite më parë, ka në mes 2 vija të pandërprera, që supozon se mjetet nuk duhet të kalojnë në anën tjetër të rrugës, por mosbatimi i kësaj sinjalistike shpeshherë ka sjell aksidente të rënda.